në çdo aktivitet, në çdo realizim për të. Ndërkohë, për librin, kam shumë emocione dhe më shumë se edhe për filmin. Sepse kam ardhur me historinë e Lucias në duart e mia. E vërteta është se Sekreti i fundit nuk ndjehet si një roman që është shkruar me letër, por si një makt që ka jetuar muaj të tërë brenda meje, mendjes time, si një histori që më ka bërë të zgjohem natën me zemrën që më rikte fort, të kontrolloja telefonin e errësirë pa arsye sikur ndihesha sikur dikush më vëzhgonte dhe nuk isha krejtësisht vetëm. Ka libra që shkruhen me imagjinat, por ky libër është shkruar me ankth, me heshtje dhe me det pa gjuhë. Me ndjesinë e tmerrshme që dikush ndodhet pas teje dhe kur dera është mbyllur. Dhe ndoshta është pikërisht kjo arsyeja pse Sekreti i fundit nuk është thjesht një thriller psikologjik, sepse ai është një histori që futet ngadalë në lëkurë dhe fillon të luajë në mendjen e lexuesit, derisa në një moment nuk arrin të dallosh nëse personazhi po e humbet kontrollin apo po e humbet dhe ti bashkë me të. Ky roman flet për sekrete të cilat ndoshta nuk duhet të zbuloheshin kurrë. Për njerëz që bëjnë maska perfekte, ndërsa fshehin errësirë të frikshme brenda vetes, në mënyrën se si trauma mund të të shkatrojë aq ngadalë, saqë ti nuk e kupton momentin kur fillon të mos i besosh më edhe mendjes tënde. Në qendër të kësaj historie ndodhet Lucia, një vajzë që mendon se po jeton një jetë normale, derisa fillon të ndjejë që diçka me jetën e saj nuk shkon, sepse dikush po e ndjek. Po e kontrollon dhe po hyn ngadalë në mendjen e saj, dhe ajo në fillim friksohet dhe çdo gjë i duket e jashtëzakonshme dhe fillon të kthehet në një spirale paranoje, makthesh dhe sekretesh aq të errta, saqë edhe vetë ju lexuesit do filloni të ndjeni këtë që ajo ka ndjerë. Nëpërmjet kësaj historie, po dhe shumë më të frikshme është fakti se shumë prej elementeve të saj janë frymëzuar nga ngjarje reale, nga dosi që kanë troditur botën, nga pushteti, nga vetë njerëzit, nga manipulimi dhe hijet e tmerrshme që lidhen me dosjen e Epstein, sepse në një realiteti është më shumë i frikshëm se çdo histori horror që mund të shpikte mendja njerëzore dhe mendja ime. Teksa e shkruaja këtë roman kishte momente kur daloja si shkruari dhe vetëm shikoja në ekran në heshtje, sepse dija se kur personazhet nuk po i krijoja unë. Por sikur ata po flisnin vetë, sepse historia po shkruhej para syve të mi pa më pyetur mua nëse unë isha gati ta përjetoja emocionalisht dhe kishte net që fika dritat e shtëpisë dhe më dukej sikur atmosfera e këtij libri më ndishte dhe jashtë faqeve të tij. Dua të falenderoj nga zemra shtëpinë botuese të univers që besoi te kjo histori, dhe pse është një histori e rëndë emocionalisht dhe psikologjikisht, gjeta mbështetjen e tyre që Sekreti i fundit do t'jetë sot në duart tona. Ju falenderoj. Një falenderim i veçantë ja dedikoj gjithashtu edhe Brikelës, e cila më ka ndihmuar në strukturën e romanit dhe në mënyrën se si kjo histori mori formë, sepse ndonjëherë një thriller psikologjik nuk ndërtohet vetëm me skena të forta, por me ritëm, heshtje, tension dhe me ndjesinë e vazhdueshme që diçka e tmerrshme po afrohet ngadalë. Dua të falenderoj dhe Elën, e cila ishte e para që lexoi librin tim. Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit. Falenderim shumë të madh për çdo person që më ka kontaktuar në Instagram gjatë kësaj kohe me qindra mesazhe ku më pyesin se ku mund ta gjeni këtë libër. Kur publikohet, doja të kujtoja që ky kuriozitet më ka treguar që historitë të tilla janë shumë të rëndësishme për çdo lexues dhe sinqerisht reagimet tuaja më motivojnë, më bëjnë që të kuptoj që kjo histori është shumë e rëndësishme dhe kishte filluar të jetonte në jetën tona përpara se të dilte në duart tona.
Në fakt nuk dua t'ju tregoj fundin, nuk dua t'ju tregoj se kujt duhet t'i besoni. Dua t'ju tregoj se ky libër do të jetë shumë i rëndësishëm për secilin prej jush. Dhe sekreti i fundit është histori që duhet përjetuar në errësirë me zemrën që dhe fort dhe me atë ndjesinë e frikshme që ndonjëherë nuk janë monstrat ato që të shkatrojnë më shumë, por është vetë njeriu. Është shumë e vërtetë. Mirë se vini në sekretin e fundit. Kur ta merrni këtë libër, kujdesuni për Lucian, besonte mos i besoni askujt.